Për të tilla arsye shumë të tjera, Ali Doca i thot se kur nuk e harron Pejen. Kur në jetën time, domethënë, mund më të thënë edhe sot që gjatë javës pakut bile 2 herë jam Pej. Me punë e pa punë. Bile një kohë u bëna shumë vezvese policisë kufitare, kur njëri pyeti tha Lajle, tha çka do për çdo ditë Pej. Thash po shkoj për ble gazetën, sa tërë ditë gazeta dhe punojsha për gazetat e Kosovës. Tha më burr, tha porositë ta qesin dikush në atuar, thash ja, kamera ka që thash me ble vetë me dorë tëme. Domethënë këtu e kam rinin time, shokët e rinis shkollës, profesorët e mi, të afërmit e mi. Këtu i kam martuar me 6 motra. Nusën e kam perugove. Kështu që jeta ime është lidhur shumë ngushtë me Pejën. Thënë, ma shumë them, gati jo po 100% ma shumë se me Rëzhaj. Se në Rëzhaj kam shkuar burri pjekun, ndërsa këtu më kalu edhe rinin edhe pjekurin time. Për këtë arsye Pejën e dua dhe ndiem tepër kënaqur që jam edhe qytetar deri i këtij qyteti, që më bën derë për tënë jetën jo vetëm mua, por gjithë fisit dhe familjes sime. Përgjatë udhëtimeve të tij përjetoi edhe kërcënime për ndjekje, nga të cilat gjardhjet e 7 vjeçari thot se kur nuk u friksua. Shqyqo, ndoshta po them dhe para viteve, para se më ra komunizmi, detajisht në 90-ën, jam përcjell si student, kam qenë edhe i prangosën, nuk më kam brengos absolut, i kam ditë qëllimet e tyre, i kam ditë qëllimet e mia, dhe kur në jetën time, kur një punë, domethënë fshetas pas se kam, gjithmonë haptas dhe publikisht, edhe kur ka dashur i madh Zot, kam qenë i bombë operacion për frikë, edhe kur s'kam ditë më frigu për këtë punë. Absolutisht jo. Domethënë s'ka ndikuar nëse një policë ose një kryu të bashkë nuk ka përcjell rrugës, le ta përcjell ka donën e punën time, kam kryer, që kam pas një jetë, edhe për jetë nuk kem dalë. Kurrë, as kam pas jetë, as do ta kem kur një jetë. Pas viteve 90 tutje pak a shumë u shfrenua ajo, mirë po vazhdimisht këto organet e sigurimit i kanë përcjell njerëzit, por e kanë pas për detyrë. Ata ka detyrën vetë, ne detyrën tonë, edhe kështu që nuk kemi taku në rrugë tona. Kur s'kemi taku me ta punë të vetën a punë tona, dhe ka dashur Zoti mirë kem kalu, nuk kam pas kur ndonjë rrezikshmëri në rrugë, që dali dikush kërcënohet, absolutisht, e kanë ditë që unë këtu e kam bazën, e kanë ditë që unë këtu kam profesorët e mi, i kanë ditë që këtu e kam shokët e mi,